Në konferencën kombëtare të inspektimeve për turizmin Adriatik 2026, operatorët turistik të Bashkisë Durrës i kërkuan kryeinspektorit Dashnor Sula, një qasje më miqësore të gjitha inspektoriateve ndaj subjekteve që operojnë në fushën e turizmit. Sipas operatorëve të pranishëm në takim, kontrollet duhet të përqendrohen gjatë sezonit të ulët dhe jo në pikun e rezervimeve, pasi kjo qasje mund të krijojë pasiguri dhe një klimë jo të përshtatshme për turistët e huaj. Askush nuk kërkon që të shohë inspektor me uniforma pranë strukturave tona, është një gjë shumë e rëndë që të gjithë domethënë duhet ta bëjë përshtypje dhe do ta heqim këtë, sepse nëse do shohim uniforma policie, uniforma të institucioneve të tjera, aty sigurisht është një shqetësim edhe për ne, por edhe për turistin. Turisti nuk do ta kuptoj kurrë që ne kemi probleme për sa i përket sigurisë, për sa i përket higjienës, për sa i përket të gjithë problemeve të tjera që lidhen me mbarvajtjen e nxjerrës në fund në finale të një turisti të kënaqur. Kështu që mendoj që nga janari deri në maj mendoj që është e përshtatshme të jetë kjo periudha që të ushtrohet kontroll nga inspektoriatet. Më shumë se sa kontrolle, unë mendoj që duhet të ketë sugjerime dhe informacione. Pra shumë subjekte nuk e din akoma çfarë dokumentesh duhet plotësojnë. Pra unë kam 25 vite që merrem turizëm dhe po të më pyesësh me hollësi nuk ndoshta janë dokumente që unë si di se çfarë duhet ketë një hotel. Çdo vit në fillim të sezonit duhet ketë fushata sensibilizimi dhe informimi për gjithë hotelet dhe çfarë duhet plotësojnë këto hotele që të jenë në rregull me ligjin. Pra çfarë dokumentash dhe çfarë kushtesh. Kemi pas rastin për hotelet Salmonella, Legionella etj. Për të cilat shpresojmë që të mos përsëriten më, por në fakt duhet kontroll sepse ka akoma subjekte le themi të pandërgjeshme që nuk japin në rëndësi të qatë. Kjo është mjaft e rëndësishme sepse kjo ndikon direkt në uljen e imazhit të turizmit të Shqipërisë. Pra mjafton një rast e tillë, e cila bëhet virale dhe më herë fillojnë problematikat, fillojnë anullimet e rezervimeve, sepse në fund ka të bëjë me shtetin. Gjatë punimeve të konferencës ku ishin të pranishëm drejtuesit më të lartë të inspektoriateve që lidhen me mjedisin, sigurinë ushqimore, shëndetin publik e të tjerë, kryeinspektori Sula renditi numrin e kontrolleve të kryera gjatë 5 muajve të parë të këtij viti, si dhe ato të një viti më parë, dhe theksoi se nevojiten institucione të forta dhe efektive, të afta për të garantuar standarde, siguri dhe besim. Misioni ynë nuk kufizohet vetëm në evidentimin e shkeljeve apo të vendosjes së masave administrative. Misioni ynë është të garantojmë fillimisht siguri publike, mbrojtjen e konsumatorit, respektimin e standardeve ligjore, konkurrencë të ndershme dhe zhvillim të qëndrueshëm të sektorit të turistik. Në një sektor ku ndërthuren mjedisi, siguria ushqimore, shëndeti publik, mbikëqyrja e trekut, marrëdhëniet e punës dhe administrimi i territorit, efektiviteti i institucioneve matet gjatë një më shumë nga aftësia për të bashkëpunuar dhe për të vepruar në mënyrë të koordinuar. Në 5 muajt e parë të këtij viti, shifrat që vijnë nga sektori i turizmit janë mjaft premtuese, duke lënë të kuptohet se dhe në periudhën në vijim, ky sektor do të regjistrojë flukse turistike edhe më të larta se sa një vit më parë. Gjatë fjalës së saj, zëvendësministra e turizmit, Marinela Prifti, bëri të ditur se vetëm në periudhën janar-maj kanë hyrë në vendin tonë mbi 3.7 milion turist, ndërsa vetëm në muajin maj numri i tyre arrin mbi 1.1 milion, ose 16% më shumë se në maj 2025. Bashkimi Evropian